Izraeli është krejt kundër atyre që kanë marrë pushtetin në Siri pas largimit të dhunshëm të ish presidentit Assad, që ndodhet në Rusi. Papritur gjatë konsolidimin e pushtetit të Ahmed al-Shara, aviacioni izraelit ka shpërthyer 3 ditë më parë disa sulme të tmerrshme. Objektivi kryesor ishte aeroporti ushtarak sirian në Hama, i cili është tashmë pothuajse i shkatëruar. Por aviacioni izraelit goditi edhe bazën e Tias, duke shkaktuar dëme të rënda dhe zjarre, pavarësisht shkatrimeve të mëdha që shkaktoi. Njoftimi zyrtar i Izraelit ishte se ky është vetëm një paralajmërim për të ardhmen. Ne do mbrojmë sigurinë e Izraelit, kudo dhe nga kushdo që ajo cënohet, deklaroi prerazi ministri i mbrojtjes së Izraelit, Katz. Ky mesazh ushtarak ishte jo vetëm kundër presidentit të ri al-Shara, por sipas analistëve ishte edhe një mesazh kundër Turqisë dhe Erdoganit. Kjo sepse Turqia është një mbështetëse e hapur e qeverisë së re siriane. Pikërisht aeroportin ushtarak që u godit nga aviacioni izraelit i njohën ndryshe baza T4. Turqia po punon për ta shndërruar në një bazë të ushtrisë turke në Siri. Të gjithë i njohin lidhjet e ngushta dhe speciale të presidentit të ri sirian al-Shara me Turqinë. Analistët gjykojnë se Siria e sotme, që ndodhet në kaos, është në të vërtetë një protektorat turk dhe Turqia nuk do të tolerojë më bombardimet pa paralajmërim nga ana e Izraelit, që prej dhjetorit të vitit kaluar ka ndërmarrë 48 sulme ajrore dhe 84 sulme toksore në Siri, duke përfituar nga fakti që vendi është pa ushtri të rregullt dhe në kaos politik. Siria është tashmë një mollë sherri ndërmjet Izraelit dhe Turqisë, dhe kjo është e frikshme për kohët që po vinë, paralajmëron Instituti Middle East.